Burimet e përjavore në Fokus bëjnë të ditur se kryeministri Mickoski prej kohësh ka qenë i pakënaqur me punën e Fillkovit dhe Ljutkovit, ndërsa së fundmi ka shprehur pakënaqësi serioze edhe ndaj Ristovskit, i cili ndër të tjera ka hyrë në konflikt me një numër të madh federatash sportive. Edhe pse më herët ishte përfolur se në rrezik ishte edhe pozita e ministrit të bujqësisë Cvetan Triponovski për shkak të skandaleve me korrupsion në sektorin e tij, sipas të njëjtave burime, ai nuk pritet të shkarkohet. Në këtë kontekst, një nga opsionet është që VMRO DPMN të kërkojë ministrinë e drejtësisë, por më e mundshme është që nga partia Znam e Maksim Dimitrievskit të kërkohet të propozojë një kandidat tjetër. Një variant edhe më realist sipas Fokus është që VMRO DPMN të marrë ministrinë e shëndetësisë, ndërsa koalicioni shqiptar vlen në këmbim të marrë kulturën, arsimin apo ndonjë resort tjetër. Në një skenar të tillë, siç mëson Fokus, pothuajse me siguri, ministri i ri i shëndetësisë në vend të Azir Aliut do të bëhet drejtori i Spitalit të Përgjithshëm 8 Shtatori Sinisha Stojanovski, i cili së fundmi është përfshirë edhe në përbërjen e re të Komitetit Ekzekutiv të VMRO DPMN-s. Ndërkohë, edhe koalicioni shqiptar në pushtet vlen po planifikon ndryshime kadrovike. Ky koalicion është në proces të shëndrimit në një parti të vetme politike me Izet Megjitin dhe Bilal Kasamin si bashkëkryetar, proces që pritet të përfundojë në muajin maj. Sipas burimeve të Fokus, nga vlen pas përfundimit të këtij procesi do të merren vendime për ndryshime kadrovike, ndërsa ekziston një disponim për të zëvendësuar pothuajse të gjitha ministrat dhe zëvendësministrat aktual të tyre. Kjo do të thotë se përveç Aliut ka gjasa që nga funksionet aktuale të largohen edhe ministri i ekonomisë Besar Durmishi, ndërsa tashmë është e qartë se për sa kohë vlen është pjesë e qeverisë, ministri i punës dhe politikës sociale Fatmir Limani nuk do të ketë vend në kabinet, pavarësisht besimit që ka nga Mickoski. Sipas këtyre zhvillimeve, deri në zgjedhjet e ardhshme parlamentare, të cilat qeveria thotë se do të mbahen në vitin 2028, ndërsa opozita parashikon zgjedhjet e parakohshme në vitin 2027, në pozitat aktuale pritet të mbeten Aleksandr Nikulovski Transport, Panche Toshkovski, Ministria e Punëve të Brendshme, Timcho Mucunski, Ministria e Jashtme, Vlado Misajlovski, Mbrojtje dhe Gordana Dimitrieska Koçovska, Financa.